Hoxha, lejohet që kur të jap sadaka, ajo të jetë me njetë për shpirtin tim pas vdekjes. Mjafton që ta japësh pra sadakan për hir të Allahut lartësuar dhe dije që çdo të mirë që bën, shpërblimin e ke tek Zoti i gjithësisë nëse e bën për Allahun e lartësuar. Dhe kuptohet për një hadith të profetit alayhis salam se kur njeriu ndëron jetë, i ndërpriten veprat përveç 3. Sadakaja rrjedhse, pra që ti mund t'japësh sadaka, ose për shembull dikush ndërton një xhami, dikush ndërton një spital, dikush ndërton një shkollë, dikush mbjell një pemë që njerëzit hajnë prej saj, shpendët, pra bën një vepër të mirë që t'jetë sadaka rrjedhse dhe të vinë shpërblimet ty, edhe pas i ndron jetë. Po ashtu, një dituri që njerëzit përfitojnë prej saj, pra nëse kalon diçka që përfitojnë prej saj, ose fëmia i mirë që lutet për ty. Pra, a bën që ta japësh sadakan, pra me këtë njetë që përfitosh prej saj, të vinë shpërblimet prej saj, patjetër, sadakaja rrjedhse. Zoti ju rujt.